Ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër po vjon aksionin në të gjithë qytetin për mirëmbajtjen kryesisht të pemëve dekorative. Puna është përqendruar në zonën e Rusit, duke dhënë kështu jo vetëm një tjetër imazh zonës, por duke liruar edhe fushpamjen. Për banorët e zonës, kjo mirëmbajtje ishte e domosdoshme pasi shmang rrezikun e rënjes së pemëve në rast tuhish, çliron fushpamjen dhe jep një tjetër hije këtij segmenti rrugor. Ajo është shumë e mirë, sa vjen krenatisë dhe ndrua këlqabja, kjo është shumë e mirë. Kur ka ardhur Benet Beci, ka fillu puna në Shkodër, ka bën kanalizime, ka shtrohen rrugë, ka veshën pallate. Ai pas ka kënd direkt për këtë punë. Po tjetër që është e nevojshme se janë baba. Shumë e nevojshme. Mirë bajnë që i krasisin. Shumë e nevojshme. Edhe po punon në bashkia. Shumë e nevojshme si mas kohës që janë ka stuhi edhe rrezikojnë një personat. Krahas krahasitjes së pemëve në Rus është bërë edhe rinovimi i fasadave të banesave dhe instalimi i ndriçimit të ri LED, duke bërë që kjo zonë të ketë një transformim rrënjësor. Ndërhyrjet e realizuara janë pjesë e mirëmbajtjes së vazhdueshme në lagje të ndryshme të qytetit, me fokus krijimin e hapësirave më të rregullta dhe më të sigurta për komunitetin.